Himara, prej të paktën 3 dekadash, është kthyer në fushë beteje të partive politike. Forcat kryesore fillimisht garojnë për të pasur në koalicion Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, të përzgjedhin si kandidat antar të organizatës Omonia, kandidat me prejardhje greke, apo siç quhen në jug, minoritar, por edhe shqiptar të konvertuar në grek. Kjo skem ka një arsye, ka dhënë edhe rezultat. 2 apo 1 ditë para ditës votimit, në pikat doganore të jugut, vjet refluksi shtuar makinash apo autobusësh që hyjnë në Shqipëri. Shumica janë votues me mision, të votojnë kandidatin që i lidh me shtetin grek, ku prej vitesh jetojnë. Veç atyre që vinë me vullnet individual, gjithnjë ka pasur dyshime që plot të tjerë janë grupe të organizuar nga kandidatë që ju diktojnë votën. Lufta më e ashpër mes partive bëhet për zgjedhjet vendore. Kush merr vendime për Himarën? Vitet e fundit, ata që e kanë kandiduar apo drejtuar janë minoritar ose të konvertuar në grek. Vasil Bolano, Jorgo Goro, njeriu me 4 emra, Alfred, Dionisis, Fredis, Fredi, Beleri, i cili nëse s'do ishte arrestuar, do e drejtonte. Ndërsa prej gushtit të vitit kaluar, Bashkia e Himarës drejtohet nga minoritari Vangjel Tavo. Kujtojmë se zgjedhjet më të bujshme ishin ato të maj 2023, ku Sali Berisha, në siglën e koalicionit Bashk Fitojmë, caktoi kandidat Fredi Belerin, një shqiptar të konvertuar në grek dhe një person me të shkuar të errët dhe akuza shumë të rënda në Shqipëri. 2 ditë para ditës së votimit, ai u prangos për korrupsion aktiv në zgjedhje, edhe pse në burg Beleri fitoi përballë Jorgo Goros, teksa ishte në burg, korri edhe një tjetër fitore. Grekët e zgjodhen eurodeputet, prej disa muajsh, po ushtron këtë detyrë në Bruksel. Zgjedhjet në Himar u ribën vitin e kaluar, 2 minoritar të tjerë u vunë përballë. Rama vendosi Vangjel Tavon, ndërsa Berisha caktoi Petro Gjikurian, i cili sipas historian Ardit Bido, njihet si person i lobit grek në SBA, të drejtuar nga anti-shqiptari Nicolas Gage, që për disa vite me radhë ishte non grata në Shqipëri. Gjikuria humbi, ndërsa Tavo fitoi. Edhe këtë vit që kemi zgjedhje parlamentare në listat e PS-s dhe koalicionit opozitar, nuk mungojnë kandidat nga minoriteti dhe mendohet se një pjesë të mirë të hambarit të votave në qarkun vlor do ta mbushin minoritarët ose të konvertuarit në grek. Për ta verifikuar, duhet të presim deri në 11 maj. Në të vërtet, në këto ndërkallët si dhe pat u bë një përmbledhje e esencës debatit primare, sepse dihet kemi 30 sa vjet u mësuan tani më, që aty shkakohet në mënyrë toksike në vend që kemi kufin tani duket sikur duan na vënë një marrë, me qenë shumë bukur. Na bashkohet Enida Bozheku më mbrëma, eksperte e drejtës ndërkombëtare, fakt sepse kemi shumë gjëra për të folur dhe na ngeli bosh kjo analiza e drejtësisë, por gjithë kjo sa folëm deri tani duket sikur na çon tek fakti që jemi përpara zgjedhjeve dhe në Shqipëri është hambari më i madh i votave të cilat të emigracionit që të përdoren, po themi, për hera parë që përdoren për zgjedhjet e parlamentit të brendshëm, të në kuptimin. Tani, pyetja është që, kush ditë më thot, Andoena apo Enida, sa shqiptar, sa vota prodhojnë shqiptarët në Republikën Greke? Sa vota saktësisht, ose kush e di të ta thotë se nuk është? Nuk është se ka një statistikë. Ka një statistikë. E kanë nxjerrë Ministria e Brendshme e Greqisë para 3 viteve për arsye të interesit tim për çështjet e aviacionit, pra kam kërkuar nga Ministria e Brendshme e Greqisë të dhëna sa janë shqiptarët në Greqi. E ke kërkuar ti ose ka bërë publike? Jo, e kam bërë dhe ata e kishin një studim. Jo, po them, sa vota, sa janë regjistruar, si votuese pra, po ta thënë ata i ndanin dhe nga mosha 18 vjeç e lartë, nga mosha 18 vjeç e lartë me drejt vote, shqiptar me drejt vote në Greqi, sipas Ministrisë së Brendshme të Greqisë ekzistonin 520.000. Në Greqi. Në Greqi, shqiptar.
shqiptar. Tani duhet kuptuar nga këta 520.000, sa nga këta shqiptar kanë hequr dorë nga shtetësia shqiptare dhe janë votues për Shqipërinë? Asnjëri s'ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare. Pse, po të mos jesh... Nuk ka hequr dorë sepse Greqia e lejon dy shtetësi. Jo, Greqia lejon dy shtetësi, nuk heqin dorë. Dakor, po ti ke shumë shqiptarë që për shkak të ndrimit të emrave që kanë bërë dhe për shkak të problemeve të dokumentacionit gjatë viteve 90 kanë hequr dorë nga shtetësia shqiptare. Se janë deklaruar edhe minoritar, sa prej këtyre? Se të shi historia... Po sa do tjetë, nuk mund tjetë numrin 100.000, 200.000 pra. Ja zëm 20.000, 30.000 pra, nuk është ndikon. Nuk ndikon. Ky është numri maksimal. Numri real që flasim sot me të drejtën e votës, të paktën sipas KQZ-s, është diku ke janë 225.000 ato pak a shumë që janë regjistruar në KQZ. Në gjithë botën. Me të gjithë të regjistruar. 250.000. Të regjistruar. Të regjistruar. Amerikë kudo. Të regjistruar. Po ke drejt vote po janë regjistruar vetë. Po pra gjithsej që do të thotë që ato 520.000. Po ata tjerët mund ata që janë regjistruar vinë me Shqipëri. Vinë me autobus. Jo, këta që janë regjistruar, po flasin për votën e diasporës do votojnë atje. Në total janë 250.000 pak a shumë. Nga këto ka dhe ato që kanë dalë votat të pavlefshme për shkak të rezidencës dyfisht. Numër efektiv duhet jetë diku ke 150.000. Pra 100.000 vota. Nuk shkon më shumë. Me 100.000 vota, sa deputet... Këtë në online? Jo, në online, vetëm në online 100.000 vota. Do t'i shkoj zarfi... Do t'jera të logarit që më hybin autobusit vinë votojnë në Shqipëri. Një sekundë sa të fort që... Se po folëm gjithë me një... Po ju nuk ka problem, më përqenë shumë. Por, tua që t'jemi të dëgjushëm, të kuptushëm, 100.000 vota online, sa deputet në zjenë, sa fillohet ta them këto, po janë dhe tjera, prit, sa deputet... 2 mandate në Tiranë, 3 mandate në Tiranë. 2-3 mandate në Tiranë, pra në zjenë 2-3 mandate. 1 mandat në qytetet e mëdha, as 1 mandat në qytetet e vogla. Gjithsej 9 mandate. 9 mandate. 100.000 vota në zjerë 9 mandate. 4 mandate në Tiranë. 9 mandate. E bjem në mes 5 mandate. Një sekundë, e bjem në mes. E bjem në mes 5 mandate. Tani Goxhaj, sa vinë me autobuza që do vinë? Po për shembull në 2013-ën, me autobuza erdhën diku të rreth 2-300.000 llogaritet që kanë ardhur. I sollën, pyetja ndoshta do të sollën erdhën. Sa 2-300.000 ja shumë. Është 2-300.000. Po i mori 1 milion vota më. Po 1 milion vota po janë dhe votuesit më. Po pra po 700.000 kishte PS-t vetat, edhe 300 i mori 1 milion vota, aq ka 700.000 ka. Sepse për çdo 4 vjet po ta marrësh 700.000 ka marrë PS. Po vetëm të Greqisë, se ishte shumë i rinjesh Po Greqia kanë ardhur më shumë. Jashtë edhe erdhin brenda. Po Greqia kanë ardhur më shumë, nuk vinë nga Amerika edhe nga ndër për Shumë pak. Në Greqia është votues numri votuesve më të mëdhenj. Vika Greqia po garantoj nga Italia, nuk organizoi Italia me plus e mirë organizoi Greqia. Ka organizuar Italian 2013-ën, por jo. Debalia dhe Goxha, se jeni më shumë keni opinion dhe analizë, por një gazetare specializuar që është Andoena, e di. Andoena, atë precedenti ishte në zgjedhje timare. Po. Pastaj kemi pasur të lutem, mi thuaj pak precedent me radhë që të kuptojmë çfarë do ndodhi. Ardhja me autobus dhe me taksi, pagesat që bëheshin nga deputetët kandidat për zgjedhje dhe ardhja e tyre nuk u fi. Përkundrejt pagesave që varionin nga 100-200 euro për person, vinin nga Greqia dhe jepnin voto në pjesën e... Kjo ka qenë për zgjedhjet lokale. Kjo ka qenë në zgjedhjet lokale. Tani për zgjedhjet politike... 100-200 euro si shpërblim? Por numri i personave, po, për vot. Çfarë fakti ka për këtë? Numri i personave të paktën që kanë ardhur për zgjedhjet lokale shkonte deri në 5.000-6.000 persona. Me atë, po blerje me ato u kapo, por... 100 autobusa. Me ato... Blerje votash. Me blerje votash ka që se për të kamufluar... Jo, pastaj ja jep se shteti shqiptar. Jo. Nuk jep shteti, jep partia që ka interesi për të sjellë. Jo, rregulli i shteti. Gjithmonë është marrëdhënie informale, nuk është nuk e japin. Është krim elektoral. Është informale. Atë janë është taktikë dhe Nidën, i lutem. Belerit kush ja jepte? Ja jepshin grekët. Po pra janë grekët që paguajnë për votuar. Beleri ka punë sa të sigurojë ato para. Rregull, ka pas dhënë. Grekët ja japin partisë Shqipëria madhështore që të votojnë ta japin me fes dhe ti jep me torba të vogla. Dakor, çelin pyet më për to. Pse pyet Andoena? Ja e di. Ta japin një fes të madh, dhe pastaj të merr me zarfa të shpërndat. Dhe ai bën llogari, Opa, gjysmën e thesë shpërndaj, gjysmën e thesë çon ke shtëpia. Më kupton?
Do me thënë, fushatat zgjedhore në Shqipëri janë ndërkombëtarizuar pikërisht nga pjesa e jugut të Shqipërisë fillimisht. Pastaj, për herë të parë, po futet vota e diasporës. Në këto regjistrime që kanë ndodhur, në fakt gjej ka patur dhe shumë problematika, të cilat shumë shqiptarë që jetojnë jashtë shtetit kanë plotësuar formularin, janë skualifikuar edhe sepse në formular kërkohej fatura dritave. Do me thënë, kishte disa teknikë, po, kishte disa pyetje aty teknike, cilat ishin, po mirë pra, kishte disa pyetje që ishin skualifikuese për shumë persona që kanë dashur të votojnë në zgjedhjet. Në qoftë se është fatura dritave gënjen për rezidencën që kanë. Sepse po te Maria, po dëgjoj një gjë deri në fund për çdo gjë ke një pyetje. Jo se jam i paqartë prandaj. Ka po i paqartë, po mirë, po dëgjoj tjetrën që të qartësohesh. Dhe skualifikimi i këtyre personave ka bërë gjë që numri që po thonte edhe Anita nuk mund të jetë edhe ai që pretendohet. Ja, të japim me shifra, nga këtë që zëja në mënyrë direkte. Janë regjistruar 294.025 kërkesa. Në gjithë botën. Një sekundë, në gjithë botën. Janë administruar 22.000 të cilat janë konsideruara të parregullta dhe të pavlefshme. 148.000 janë të regjistruar nga Italia, pra më shumë votus, dhe 103.000 nga Greqia. Dhe pjesa tjetër që ka ngelur janë Shtetet Bashkuara, Amerikë, Mbretëria e Bashkuar, Belgjikë, ka edhe nga Zimbabwe, ka edhe nga... Atere, tani, pyetja është, shiko, dhe këtu dham një tabel informativ... Këto s'kan lidhje me autobuzët dhe me logjistikën që po diskutojnë. Do të votojnë me postë. Dakor. Me autobus vetëm nga Greqia mund vinë në burse, se vinë nga Amerika me autobus. Jo, kanë treguar ata që vinë për të votuar. Prit pa një sekond tani, gjithë kjo se ka një logjik, gjithë kjo betejë që bëhet për festa e Republikës Greke në Tiranë, angazhimi Kishës, angazhimi i Fredi Belerit, angazhimi personazheve ndryshme, do të thotë në fundit që ka një shpresë që mund të ndikohen të vota. Si ndikohen të vota? Si ndikohen, po tani janë dy grupimet po flasim për votat e Greqisë. Po pra po, janë dy grupimet më të fuqishme, të cilat po përdorin elementin grek për të tërhequr nga vetja, duke dhënë premtime, dhe ne kemi parë dhe në fushat. Prandaj po shko Rama 3-4 herë në Greqi, 5 herë. Patjetër, sepse janë votë rëndësishme. Atë ka alarm. Po ka alarm, sepse ajo votë do të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në atë që do të jetë numri, prodhimi i numrit mandateve. Dhe është një votë çuditërisht, por jo dhe aq, e pa klasifikueshme. Pse? Sepse emigrantët është një gjë çfarë hidhet në fasadën politike dhe është një gjë tjetër si punohet në rrogos, që do të thotë duke punuar me lobin grek në mënyrë konstante, automatikisht ndikon dhe ke vota. Kush grup politik është më i fuqishëm në këtë pjesë, është më shumë... Le ta themi më thjesht. Votat në Greqi, kësaj radhe, pra shteti grek, i ka lënë të lira. Pra le të votojmë këtu, sepse shteti grek ka bërë llogarinë që kushdo që të vinë pushtet, qoftë Rama, qoftë ai, janë të mirë, punojnë për mua dhe për mua s'ka rëndësi. Në 2013-ën, kur shteti grek, Fredi Beleri, nuk ishte me Ramën tani. Po Fredi Beleri ishte me Ramën, Fredi Beleri momenti kur afua. Po pritet për se kur thua se me Ramën Fredi Beleri, Rama vati bëri fushatën Fredi Belerit në Greqi. A kërkonte të votojnë Mitsotakis? Po tash si nga me pas ka qenë me Ramën, po me kë pas ka qenë? Fredi Beleri. Po me kë pas ka qenë? A vajti në Greqia dhe ju bënte thirrje shqiptarëve votoni për Mitsotakis, i cili ai doli nga burgu si martir. Jo, pra tash mos flasim kështu. Ai doli i përdjekur politik. Mitsotakis e kandidoi Fredi Belerin për deputet. Dakor? Që ishte një lloj shuplake për Shqipërinë të tipit që ajo që ju i keni atribuar atij. Dhe ky Rama e hëngri këtë shuplake, pra hëngri turpin me bukë, edhe shkoi dhe i bënte thirrje shqiptarëve që votoni për Mitsotakisin. Ai ishte ky. Po Mitsotakis në raport me shtetesh, nuk është raport. Po jo në raport me shtetesh, kur i bën grekëve, po jo kur i bën shqiptarëve. Ai bëri thirrje votoni Mitsotakisin, po për herë të parë i hapi çështjen çamën aty. Por herë të parë nuk e përmendi fare. Po pse flet pralla more? Pse flet pralla more? Pse i lëpihesh Ramës? Pse flet pralla? Ai nuk e përmendi, ai nuk guxoi ta përmendte Çamrin, tha. Kur u përzon shqiptarët, tha, dhe kur u vran shqiptarët në veri të Greqisë, pra nuk përmendi Çamrin se zguxoi. Nuk guxoi. Dhieu të përmendte emrin Çamrin. Dhe ka vajtur 4 herë atje dhe asnjëherë s'ka përmendur emrin Çamrin. Mos thuaj kur e përmendi Çamrin. Lëpime nuk e kam zanat. Po prapa tash po lëpi gjona tjera. Rama, po çfarë Rama? Unë lëpi gjona tjera.
Po pra, po të bëfshin mirë. Rama pra? Po thu Rama. Po edhe unë po ta them, nuk e përmendi Çamrin një herë. Një herë nuk e përmendi Çamrin. Cili fakt që tashmë bëri vendimin atë kërkesën e Mitsotakit. Ta them unë në korriktën 93 Mitsotakit bën 6 pika për Shqipërinë. Edhe në ato pika thotë që vetë deklarimi i Komsisë dhe këtë vetë deklarim të Komsisë Rama e bëri me VKM me 24 dhjetor, me 26 dhjetor vjen. I bëri dhe bustin Mitsotakit. I bëri bustin aty Kjo marrëdhënie shtetërore Jo, mos janë marrëdhënie shtetërore, janë personale dhe private. Nuk i bësh bus një fshesa gjë. Kemi rënë dakord, mos bim dakord. Atë po themi gjë. Fakti që u ngritën flamurët për herë të parë, pa të lëpime. Po flamurët janë ngritur edhe kur ka lozur Shqipëria ti mobilë, kemi rastin në 2008 kur u vra. Kur u vra shqiptarë, më thuaj ti po thua Çamrin. Sa herë kush ata i ka kërkuar për 800 shqiptarë të vrarë në Greqi? Kush ka kërkuar llogari? Ne flamurët, ato flamurët që thutit sportit në ato i ngrem dhe masaj shkopin e fusim aty. Po s'ka rëndësi më u ngritën flamurët, si ngriti Rama për të parë flamurët. Jo, atë folklorizmin patriotik, ajo dhe pirja më e mbyrë që kemi ne. Po çunë që ajo u ka betur atyre, a u vran për atë flamur? A i vran për atë flamur që valvitën atje? Po pra, kush i kërkojnë të Rama ose dy Berisha kërkojnë një llogari për shqiptarët e vrarë në Greqi? Po burr, mjaft, merri çik frym. Po i referohemi asaj që kemi pa. Mitingjet e Ramës kanë qenë shumë më madhështore se të Berishës. Ja ku i ke qitë. Po çrën si kamër mburi dhe. Po prit për zotërit marrë dhe unë se folët dy dy. Ja më madhështore se ka edhe më shumë. Po është qeverimur. Në diasporë nuk të merr njeri me zor. Tash mos ta luni mend. Nuk të merr njeri me zor. Prirja. Po këtë ska po mrena kush e po mrena. Kanë këto që i dalin. Fol. Po janë këtë gjeni që janë do i dalin 300 vet në protesta. Po ngrenë gjithë në administratë Shqipërisë, nga Shqipëria që në Athinë, më. Po ngreje sa dushtit nuk të ngreje. Po janë njerëz ata. Po ngreje sa dush, kur nuk ngreje. Po ngreje me autobusa që këtu mërë. Problemi është që njerëzit jo, kjetoj vetë diasporë. Nuk është që ti vje me të nërit administrata dhe kur nuk nëret, nuk nëret. Po tjetër, problemi është që njerëzit kanë vota e diasporës do të jetë e njëjta ndarje me votën që është Shqipëri. Sepse ajo diasporë nuk ka ra prehone, po ka ardhë këtu me atë brymosje që ka, me atë përgatitje që ka, me atë opinion që ka. Ka një problem. Tashi unë më them që diasporë Rama merë më shumë dhe unë di nga burime mrena Greqis që janë 60-70% që shkojnë favor të Partisë Socialiste Greqi. Jo se Rama ka pushtetin, se ai që ka atje s'ka asi interes për asun, s'ka mas interes për pushtetin. Problemi është ndryshe shqiptarët e Amerikës, ndryshe shqiptarët e Greqisë, mos i krahasojmë, janë dy gjëra të ndryshme. Në imazh dhe në marrëdhëniet me ndërkombëtarët, Rama qoftë dhe formalisht i kanë rrit një lloj imazhi, një lloj prestigji. Dhe i pëlqen shqiptarët. Rama nuk do japi rrogat në Greqi apo në Itali. Jo. Një sekond. Dakor, mos e vazhdo këtë debat se iku këtë minutazhi. Po jo mos e thajë ti nuk e ja drot mendjen goxhet. Kam marrë atë. Nuk më thy goxhet. Pastaj ty. Tani Osmani, geopolitikisht sepse u bë shumë u personalizuan më shumë emocionale dhe më shkon në dëm të analizës, po nuk kam kundër nxjerrjes kunjave. Tani, Greqia, Anita thotë që pa diskutim që ndikon. Ti e mendimi që do ndikojë ke këto vota? Do ketë një interes geopolitik apo do i lërë të lira? Goxha thotë do i lërë të lira. Unë them që si lë kur të lira. Unë gjykoj që Athina në zgjedhjet e ardhshme të Shqipërisë nëse ndodhin, do të luaj me dy skema. Skema numër 1, fasada Ballorja do të bëj sikur i ka lënë të lira dhe do t'i lë njerëzit të lirë, indirekt do të përpiqet që t'i jap një dorë Berishës në kuptimin që do të tentoj t'i bëj presion e Ramës, por nuk do t'i jap Berishës aq sa është duke pritur Berisha nga Athina. Kjo është ajo që unë mendoj, sepse Athina po luan ndyshe, po lu edhe me Ramën edhe me Berishën. Ka që është e thjeshtë. I ka të dy gjatë më rralla. Kjo është sa tjetër, po diskutojmë votën që do hudhi diaspora. Ajo është e tjetër më sejnë. Diaspora do të votojnë edhe në të rritë më vërë. Së s'dikohet fare diaspora. E njëti koment për ty. Ti mendon, e pare ti e hodhe tezën që ndikimi është i pa e fitushëm. Në moment që ndikon, dërmjet
cila do t'ishte në interesave greke, cila dohen të kishte rotacion apo të fitonte Rama mandatin 4, si e gjykon? Për interesa, jo si shqiptarës. Kjo është pyetje e rëndësishme. Në situatën që është, mendoj që intereson Rama, mendimim. Pse? Ate do t'i orientoj votat ke Rama. Pse? Se ka një arsye. Rama është një lojtar shumë i mirë për sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare dhe Greqinë, sidomos në aspiratën që ka Shqipëria me kartën që polos për Bashkimin Evropian. Dhe do t'i ofroj Greqisë çfarë do lloj gjëje që ajo do të kërkojë, vetëm e vetëm që Shqipëria të arrijë atë rrugtim për të marrë mandatin e 5. Rama është vizionar, nuk është politikant. Sa kohë po lul për kartën e Europës? Rama mandatin e 4 ka siguru, kjo ka interes. Rama po shef 5 për zotni. Ose kuptoj si mund të ndoni. Po jo është për fakt saj politike të gjithë, saj opozite që keti. Nuk ka opozite, për zotëri. Nuk ka. Kjo se ka në njeri me fat bot, që unë nuk e di, Pse s'ka opozit? Do bëjmë emision tjetër pse s'ka opozit? Nuk ka në historinë e botën të që një politikant këtë fatin e Ramës që është pa opozit fare. Këto grupon, ato shkërmoqen. Këto grupon, ato shkërmoqen. Është emision tjetër. Është emision tjetër. Është një antar që ka drejtë. Okej, Nida, se nuk kam më kohë. Ate, zëndoj. Pyetja ishte kush është interesi. Po bëj një para pyetje dhe nuk e harroj atë pyetje. Nuk e harroj se nuk harroj kollaj. Na e bëj një xhiro zhet, lutem, atë pyetje të gjithëve. Këtë pyetjen që e bëre Bozhekut, na e bëj një xhiro gjithëve. Atë e filloi ti. Jo, se ideja është kjo. Adhe, po bëj një para pyetje pas e pyetje. Greqia do kishte interes që në Shqipëri të kishte destabilizim, të kishte rrëmuj, apo të kishte lullëzim? Pyetje. Si do donte na kishte një vënd antar Europian, se thote Nida, e ka provuar Greqia, ka provuar, si do na donte, se ka provuar. Destabilizu Shqipëria ka provuar, Greqia ka fituar më shumë kur nuk ka pas destabilitet. Sepse këto kanë qenë marioneta të interesave greke dhe kanë shqitur lehtësisht interesin shqiptar për karrierën e tyre politike. Tani, i njef shqiptarët ndoj se ti historian, i njef shqiptarët ti? Po, shqiptarët, fajt tani, të duket për shumë Zogu, si e gjykon ti për shumë Zogun? Breti mirë apo tradhtar për marrëveshjen me Pashiqin? Ma thuaj që. Me Pashiqin? Po me pa... Interesi i ti... Bëri marrëveshje me Pashiqin, rrëzoi Fanorin dhe Bajram Curin, erdhi me trupat sebe, dhe i tregoi Bryllin Pashiqit. I ktheu Kurizin Pashiqit, dhe u bë më nacionalist se tjetër. Ajo është pragmatizëm politik. Pra është pragmatizëm politik. Historikisht kështu është vështirë ta fillojmë me një pyetje anësore, sepse Zogu është shtetformuesi kryesor i historisë Shqipërisë që nga 12 deri më sot. Kush? Ahmet Zogu. Me bajoneta serbe erdi pra... Rruga ardhë në pushtet. Ashtë fakt historik që erdi me bajoneta e Rusëve të bardë dhe të serbe. Bielorusa dhe Ukrajina se ishin. Po Rusë. Kush i pagu dhe legët e rogat? Zogur e kanë ndimu edhe bajonetat e bielogardistëve rusë, që strehoshin mbretërinë Jugoslave, e ka edhe shoqëria anglo-persiane. Dhe me gjitha të zotin Loj, e me gjitha të aji shkëqeu si shtetë formus. Dhe jam dakord. Çdo lloj bashkëpunimi me tuaj për të rëzuar çfarë do lloj qeverie në Republikën e vendit tënd është tradhti kombëtare. Se si dush. Kjo është pyetja është më konkrete. Lejohet tradhtia kombëtare për të bërë mbështetje mbrapa. Në interesin nuk e kemi. Okej. Kartën që pastaj bën tradhtin. Pyetja është kjo. Pyetja është kjo. Pra, ti thua që shteti grek ka qef është ndërron një Shqipëri të lullëzuar, një Eldorado. U gëzon që ti e mendon kështu, unë mendoj që nuk do të donte kështu. Nuk do të donte që plazhet shqiptare konkuronin plazhet greke që shërbimet tona me të dy portën socialista dhe demokrate me dy portat, Greqia ka përfituar sa ka dashur. Po këte di me famë 21. Po në tretë se gjim të të.
Porta 3 destabilizimi nuk intereson. Sepse nuk e lejon futën në Shqipëri. Bazi dhe përgjigje pyetjes parë. Porta 3 që do të mbronte interesat kombëtare s'ka akoma, nuk e kemi. Se kemi. Do po mirë, po përgjigje pyetjes time, jo çfarë thonë Debania. Se kemi. Se bie në kurtën e Debanis. Ai peshkon, ai është peshkatar. Jo, më çfarë nuk është peshkatar, po një sekond pa. Po se o çorientohet. Do të vish më shpesh në emision. Pyetja e dytë. Është emision i rëndës. I lek në televizor. Një sekond. Si qënë? Unë e quaj emision shumë të mirë. Faleminderit. Emision shumë të mirë. Ju jeni një gazetar, do të thënë, nga të parti e Shqipërisë, i e marrë me geopolitikën, sepse e njeh mirë dhe ke kulturën e duhur për ta bërë, po këtu nuk ka ndonjë vështirësi për mua. Jo, pa një sekond pa. Po sepse nuk po them gjë më, po je përgjigje ati që nuk ka drejt bëjmë pyetje. Kurse ai që ka drejt bëjmë pyetje, nuk je përgjigje. Të thënë Greqia... Tani pyetja e dytë se vetë Amerika... Këto zite Greqia ndërmjet Ramës dhe Berishës, mendimi nuk e ka hall fare. Se ka. Greqia. Ju bën çoka të dyjave dhe nuk është problem se si lidet. Ko fushat njëri dhe tjetri aty. Në rregull. Ja u bën çoka të dyjave dhe i kryen punët e veta me cilin do që do fitojë. Osmani, komenti juaj. Greqia i kryen punët e veta me këdo që të vi këtu, por në këtë moment Greqia do të bëjë si kur do të mbështes Berishën, nën Rogoz ka interes që të vazhdoj Rama në pushtet, por do të japë përshtypjen edhe Berishës që ne nuk do të lëmë ty vetëm, duke i bërë presion në Ramës në një formë mënyre për afrimitetin e ti të egzageruar me Erdoganin dhe lidhjet e ti preferenciale me Turqinë. Pra, në përmjet Berishës, Athina i qonë mesazhe Ramës, që në qofë se do të egzagerosh lidhjen me Turqinë, ne mund të bëjmë presion me Berishën apo me tjetën. Që po Berisha? Qa presionit të gjithë? Ska fuqit kërë distabilitet? Mirë pra tani, a i ta mori ke kisha atje, këtë ceremonia janë u latë ose të vuri krap për krap me Edi Ramën, asë që e kështu, i uli bashka për. Jo, nuk i uli bashkë. I ulën pra bashkë. Berisha prishi protokollin? I ulën bashkë. Tani i kishën dje ke jo. Fakti ishte kishte letra ishte vëndi ministri gjashtë, ty ja hulli aneshkoj, dhe aty ka pasi gjoj. Jemi realist, e mori kreun e kishës të sapo zgjedhurin, e pozoj dje me Berishën, i anëzori... Po nuk ishte as një nga qeveria, nuk ishte as një nga qeveria dje në festën kombëtare në kishën ortodoxe. Për Berishën, Çfarë i ofron më shumë Berisha Greqisë? Po e tha pra, detin pra. Detin? Me detin janë të dy. Po me detin janë të dy. Se këta thojnë detin dhe njerëz... Zona ekonomike që lidhet me pjesën e gazit. Jo, këta do të bëjmë marrëveshjen prapë, nuk është, Rama ka qenë... Këta i thonë deti, po aty është gazi. Po pra zona ekonomike pra? Se për atë flitet. Në fakt, është e mira që kur është politizohet shumë, duhet marrë dhe palët që të mbrojnë pozicionet, sepse bjen pa dashje spekulim, nuk e kuptoj këtë çështje. Sepse për shembull Anita, unë nuk si mund të jenë të dy me detin, kur njëra një sekond vendimin e gjykatës kushtetuese që e rrezon dhe e çon në gjykatën e Strasburgut apo Hagës, kurse njëra pali thotë ne do ta rikthejmë prap atë marrëveshje që ishte. Tani më thuaj cilën marrëveshje? Se nuk e barazuar këto dy, se ka çuar. Anita herë se si mund të barazuar. Kyet çon gjykat, nuk e njeh. Një gjë është fakti politik dhe një gjë është fakti juridik. Që se flasim për fakt politik, Berisha për të marrë atë që e di shumë mirë, që vota diasporës, vota e Greqisë i intereson për të ardhur në pushtet, do shese ato që është karta që Greqia e ka pikdogët. Po këtu është gjithë problemi Berishës. Nga ana tjetër, një sekond. Nga ana tjetër, pjesa juridike është akoma në një situatë që ka ngelur pezull, në atë konceptin e vetë, që ne kemi lozur edhe e qojmë, edhe do ta qojmë, edhe e kemi ndërkohë për ta bërë, po akoma s'ka filluar, pra dhe ne fitojmë dhe marim kohë. Po në ndërkohë, vendimi gjykatës kushtetuese që ka rrëzuar është nul. Është nul, po patjetër. Nuk është pak. Nuk është pak. Pa kemi një marrëveshje të keqe nul. Dhe dërkimi gjykatës ndërkombëtare është automatik. A përgjigjemi dhe ne? Duhet kalojmë në temën tjetër. Atëherë, unë do t'i tregoj një foto ku zoti Rama këtu shfaqet me krerët e kishës ortodokse në Greqi dhe ka marrë titullin ylli... S'është në Greqi, është dhe në këtu, kur ishte në Kryetar Bashkia Kalorsi... I ortodoksisë. S'është ortodoks. Dekoratën më të lartë të kishës greke. Kështu që
Një sekund. Pyetja juaj besoj se e mori përgjigjen. Kush t'i intereson Greqia? Rama apo Berisha? Në qoftë se Berisha ka dy personazhe të cilat kanë shumë akses në Greqi me minoritetin, me shqiptarët që jetojnë atje. Për shkak të aferave korruptive, grupeve kriminale, manovrave dhe blerjeve që kanë bërë deri në nivelet të larta të administratës greke, po tentojnë që të hynë në garë me kryeministrin Rama. Po nuk besoj se Berisha, fakti që merr Dulen dhe merr Fredi Sheun, kjo është arsyeja dhe këto janë fuqia e këtyre dy individëve për garantimin e votave, qoftë në mënyrë monetare për ta blerë atë, qoftë për të ndërhyrë me frymën që ata kanë. Po. Ketë pistiqe në këto... Po sigurisht që do ketë, më zhej, sepse ne nuk mund të dalim dot nga atyre që kemi bërë këtu e 20 vjet para. Se një pas e shio, dëgjë, ka e problem. Në qoftë se këto votat do ishin të lira, njerëzit do shkonin, do votonin këtë dolin ata. Dakord jemi këtu? Po. Por në qoftë se shteti grek i qonë në autobuza, i qonë për të votuar Ramën, nuk i qonë shteti grek, jo. Po nuk i qonë shteti grek. Lobet greke, dhe i qonë për të votuar Ramën apo Berishën? Tani varet kush jep më shumë. Mos harrojmë një gjë. Po kush ofron më shumë? Kush ofron më shumë? Diaspora dihet. Diaspora do votoj atë që mbron interesat e veta. Kush mbron interesat do... Po mirë, në një sekond, ta mbaroj, goxha vetëm një fjali ka. Mos harrojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian do monitorojnë këto zgjedhje. Do i monitorojnë, japin këshilla, s'japin këshilla, japin para, s'japin para, në fund të fundit do bëhet si duan ata. Oke, e dem kështu. S'pas kam faj këta. Vetëm thonë pas kam faj ata, premtimi i Berishës që do ta rikthejë marrëveshjen e penalizon Berishën karshi grekëve, për arsye se herën e parë grekët e mbajtën Berishën përgjegjës se quajtën lojë të Berishës anullimin e kësaj në marrëveshjen kushtetuese. Pra në gjykatën kushtetuese. Po, e quajtën tradhti atyre dhe për këtë arsye nuk kanë shumë besim te Berisha, prandaj çdo lloj premtimi që jep e penalizon në këtë rast. Dhe ju intereson Rama, parë si me Ramën kanë marrë të gjitha ato që i ka kërkuar Mitsotakis në 1193-shin. Të 6 pikat që kërkoi Mitsotakis në 93-shin, Rama ja ka plotësuar. Çfarë janë këto 6 pika më që ja kanë dhënë? Bijem dakord. Sa të kenë kriju krizë ndërmjet dy vendeve tash me çështjen Beleri, si ja pas ka plotësuar riorganizimin nga Greqia komunave minoritare. Ka fuqi Rama ta ndikojë më tepër diasporën regjistrimin. Dërsa diaspora deklarimin e bëri. Në Itali, Gjermani, Shtetet Bashkuara nuk do të jetë në favor të Ramës. Diaspora do të votojë partitë e reja. Diaspora e Greqisë ka fuqi Rama, logjistike gjitha për ta ndikuar më shumë dhe për të marrë më shumë vota. Ndërkohë është vot më i madh në kënd geopolitik. Diaspora do ta votojë këtu dhe do ta votojë më shumë të diasporës. Unë jam në Amerikë, me zbazë thuket. Po garantojnë që vota e diasporës do t'jetë e njëjta ndarje e votës që do t'jetë këto. Garanci mund të ketë vetëm për votën tënde. Vetëm për votën tuaj ke garanci. Vetëm për votën tuaj keni garanci. Jo, më jo, po unë flasë. Garanci tjera nuk ka. Unë flasë. Ore, zotëri, unë jetoj. Unë pak në aty ku jetoj unë. Po të themë, aty ku jetoj unë flasë me njerëzit atje, dhe e di se si e ka ndarjen. Është e njëjta ndarje që është këtu. Është e njëjta revolt, është e njëjta histori që është këtu. Rama ka këto gabime, por Berisha është i papranueshëm. Dhe ka dhe lojtarë të ri, të cilët nuk po i merr një konsiderat. Nuk i merr në konsiderat, se s'kan fuqi për të marrë konsiderat. Kanë fuqi më burr. Kanë fuqi. Nuk kanë fuqi. Me para s'kan fuqi, ke drejt. Me para s'kan fuqi, ke drejt. S'kan fuqi me parë. Qoftë nisemi nga premisa e ndikimit prej Shqipërisë të diasporës greke apo të diasporës shqiptare në Perëndim. Ato do të ishin futur gjithë bashkë. Opozita e këtyre që janë dy partive do të futur gjithë bashkë. Nuk e le të tepër të ndikimit diasporës greke dhe do marrë më shumë vota. Ndërkohë që në Perëndim, duke qenë se ndikimi dhe fuqia e ndikimit të tij në Perëndim është më e vogël se në diasporën greke, unë them do të votojmë më shumë për opozitën. Qoftë edhe faktorët e tretë. Ju po përgjigjeni, edhe faktorët e tretë do marrë. Indoktrinimi i majt në Greqi është më i madh se ato të tjera. Faktorët e tretë. 200.000 thotë, 200.000 thotë. 230.000 janë të regjistruar. 220. Nga këto 230.000 ti gati 100.000 ke në 100.000 ke në Greqisë. 103.000 në Greqi. Sa që në Itali? 148.000.
Oke, 200, si bi? 103.000, 250.000. Do nga pjesa tjetër, sa ke? Ke shumë pak, është e pa përfillshme. Në gjithë perëndimin, dhe në Amerikë ke 20.000. është e pa përfillshme. Një mandate pak të nxjerrin. Idea është që, shiko, Nuk indikon do të në perëndim diasporën. Kjo do ishte një emision. Një sekundë tani se keni 3 herë ndërhy, ndoj vazhdon, ti vazhdon, hajde po ju lëtë të dy po iki unë, jo më rritë shumë, por nuk ka sens. Unë, kjo emision, ka tjetër kontejnë, ne nuk po numërojmë sa vota do sjedhin në ambarin e madhë të votave të 11 majt, diaspora. Kjo është tjetër, kjo është emision tjetër, as më intereson fare në këtë emision. Problemi është, shtetet nga vinë votat, ndikojnë mbi votat, apo jo? Një Itali nuk besojnë, apo ndikojnë. Në Amerikë nuk ndikojnë. Në Greqi ndikojnë, po, apo jo. Kur thoni po, për kë. Kur thoni jo, e lëmë, së është liri. Në Greqi ndikojnë për Në regu pra, dhe ne këtu, ju dini nga tema... Votat në Greqi, do kemi që në Greqi ndikimi i të majtës është më i fuqishëm sa në çdo vend tjetër. Në regu, oke, unë kam mendimet e mia, po jam moderator. Tani, këtë e mbaron këtu, në minutazhin e fundit, do merremi me një situatë në cila po precipiton në Turqi, duket pak shumë habitshme, se si mbas arrestimit të kryetarit bashkisë së Stambollit, që është edhe lideri i opozitës, ka protesta, ka arrestime, por ka dhe protesta dhe sipas Ministrisë së Brendshme turke, 150 policia janë plagosur dhe gjendja është pak e rëndë. Okej, publicitet dhe kthehemi për minutazhin e fundit.